Në këtë moment, kur jemi afër fundit nëse i referohemi qëndrimeve dhe të palëve zyrtare, qoftë të gjykatës, qoftë të mbrojtjes, edhe cili është disponimi tek ky raporti ndërmjet Prishtinës e Hapës. Liria që gëzojmë sot është arrit me shumë sakrificë. Kam frikë kushtrim që ndonjëherë po harrojmë ku ka qenë Kosova në vitet e 90-ta. Kjo liri ka ardhur para së gjithash si rezultat i një guximi të pashoq që kanë pas vajzat e djemt, burrat e gratë e asaj kohe, që kanë zgjedhur sakrificën në vend të vetvetes, që kanë zgjedhur lirinë në vend të vetvetes. Dhe sot në Hagë është një epokë para gjyqit. Sot në Hagë po gjykohet lufta jonë e drejtë, po gjykohet ushtria qërimtare e Kosovës, jo emrat e përveçëm. Po besoj që nëse dikush ka pas ndonjë hezitim në këtë, kjo u dëshmua javëve të fundit me dëshmit që u ofruan aty. Po ne besojmë në drejtësi. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi nuk janë aty as si lider partijak, as si lider politik, aty janë si luftëtarë dhe do ishte e rrugës që institucionet e Republikës së Kosovës tu qëndrojnë pranë. Fatkeqësisht, ata tani e 5 vite kanë qenë padhe në Hagë. Nuk kanë pas mbështetjen e nevojshme as politike, as publike, as diplomatike, as financiare. Do të na gjykoj historia nga verdikti që do mirët në Hagë. Unë besoj në drejtësi, Partia Demokratike e Kosovës beson në drejtësi dhe jemi të bindur që ky është viti i fundit që presim pa liderët tonë në Kosovë. Po, absolutisht një proces shumë i ndërlikuar edhe natyrisht me shumë peshë në shumë drejtime.